Unë e kohën më të mirë e kam në Bukuresht. Në maratonën në Bukureshtit që është mbajt me 13 tetor të vitit kaluar. 3 orë 26:49. Edhe do të ky vend i parë ishte në kohën time 3 orë 26, edhe do të pak sekonda ma pak, 41. Po, unë ishte pak i hendikepum se do të shku me djalin edhe do të rruga shumë e gjatë. U do të ajo koha adaptimit ishte e shkurt, se mundësit financiare ishin aq sa që ndrojmë në 4 ditë. Dhe nuk u adaptum si duhet, edhe gjumi e banit vetën edhe miku, po megjithatë jam shumë i lumtur, mos them edhe krenar që e kam arrit një paraqitje të tillë.